Në Durrës ka shumë minatorë pensionistë që janë kohën për pensionet e ulta që marrin. Kanë bërë punë të vështira në shumë minjera të vendit, ku shumë prej tyre kanë lënë edhe jetën. Ata shqetësohen për indiferencën e treguar nga politika e ditës për fatin e tyre. Kemi vite që nuk kemi marrë djesën tonë. Unë kam punuar 20 vjetë në minjerën e Alarupit, sektori Dardat Berakusht, që mbaj mend në minjerë 17 vjetë janë aksidentuar, janë vrarë, me aksident me vdekje, njeri është akoma gjallë me kurrisë të thyer. Po minjera është shumë e vështirë, nuk paguhet. Pse me atë pension nuk dalim dot neve dot? Po pensioni sot 183.000. Unë jam Nezir Peshkpia nga Podgoria e Korçës. Kam punuar në minjerë, kam dalë në pension për 30 vjetë, me 24.000 lekë të vjetra kam dalë në 85. Kemi dalë në protesta, vazhdimisht, këta nuk na dëgjojnë. Rrogat e tyre pse i ngritën natën këta deputetë që i votojmë neve, kanë rrogat e tyre i ngritën. Kurse neve bëjmë kërkesa, edhe kishin votuar 14 deputetë në 140. Po turp të kenë. Isha në asistencën, dola në 94 në asistencë. Ashtu, marrova asistencën, jo, dole ligji për pensionet. Edhe shkova atje të tha, marro, tha, asistencën, tha, edhe do dalish, tha, në pension. Marrova asistencën në Gushën, më së gaboshet 95, ashtu, edhe nuk, shkova atje, tha, nuk e përfiton, prita pa asit lek, në botë, aty deri në vitin 2000 se doli ligji, me 51.300 lek, pensioni parakoshëm. Kanë protestuar shpesh, edhe të protestojnë përsëri, thonë ata, pasi kërkojnë dinjitet dhe rësim real të kontributit shoqëror që kanë dhënë ndër vite.